Mirë, ne do të ndalemi tani në të tjera zhvillime. Ndalemi në zhvillim të minutave të fundit që vjen nga Prokuroria e Posaçme. SPAK ka marrë të pandehur edhe kreun e ARSH-s, zotin Gentian Gjyli, Erald Elezin, i cili aktualisht është drejtori kesh, por gjithashtu edhe dy zyrtar të tjerë. Në total i ka komunikuar pra Prokuroria e Posaçme akuzën 6 të pandehurve gjatë ditës së sotme, ndërkohë që e pandehur është marrë të premten edhe zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës dhe energjisë zonja Belinda Balluku. Bëhet fjalë për tunelin e Llogaras, ku SPAK i ka komunikuar akuzën 6 të pandehurve të tjerë gjatë ditës së sotme, ku akuzat janë për shkeljet pabarazisë pra në tendera. Janë hetimet e prokurorisë së Posaçme dhe informacionet që vinë nga kolegja Keti Banushi, e cila ndodhet në SPAK dhe na përcjell këto zhvillime të minutave të fundit që vinë për hetimet që tashmë ka nisur Prokuroria e Posaçme. Bëhet fjalë për i është komunikuar akuza Jetmira Dervishit, Mirzeta Kashica, ndërkohë janë gjithashtu dy të pandehura të tjera pra për tunelin e Llogaras. Janë anëtare të komisionit dhe ju është komunikuar sot akuza. Pra, gjithashtu në total shkojnë 6 persona cilët janë marrë të pandehur dhe ju është komunikuar akuza nga Prokuroria e Posaçme edhe Ervis Berberit, do i komunikohet akuza në burg. Bëhet fjalë për ish kreun e ARSH-s, Ervis Berberit, cilët do t'i komunikohet akuza në burg. Janë në total 6 pra të pandehur të marrë nga Prokuroria e Posaçme për tunelin e Llogaras.